Alba Story prezanton. Përshëndetje. Sot jam 58 vjeçe dhe po e tregoj këtë histori jo për t'u justifikuar, e as për t'u ankuar, por sepse disa gjëra ndodhin në jetë bashkë në momentin kur ti nuk i pret fare, e sidomos kur mendon që i ke mbyllur të gjitha dyert e zemrës që herët. Jam rritur në qytet, me rrugë të shtruara, me dritare që shikonin njerëz, me libra në shtëpi e të tjera, por jeta nuk më la aty. Para 35 vitesh u martova me shkuesi. Ashtu ishte koha atëherë. Më qua në fshat. Burrin e kisha të mirë. E kisha punëtor, por e kisha të pa shkollë dhe nuk dinte as të lexonte, vetëm emrin e vet. E kështu mbeti gjithë jetën. Nuk ishte faji i tij. Nuk ishte as faji im, por kështu ishte koha. Në fillim, mu duke rënd jeta në fshat, por njeriu mësohet me gjithçka. Bëra shtëpi, e punova edhe tokën, u bëra grua shtëpie si gjithë të tjerat, dhe vitet kaluan njën nga një pa i numeruar. Burri im ishte njëri besnik, ishte shumë i qetë dhe fliste shumë pak. I donte shumë zakonet e fshatit, ishte i rregullt e donte rregullin, dhe mua me besonte verbërisht, sepse mendonte që një grua e cila martohet me mblesëri është e lidhur për jetë me shtëpinë ku hyn. Postieri erdhi vonë në fshatin ton. Nuk ishte nga këtu, e sollën nga një anë tjetër. Ishte postier me profesion të ri atëherë, dhe gjithmonë vinte me një motor të vogël, gjithmonë vinte me çantën në krah dhe gjithmonë me një përshëndetje që nuk e dëgjoje shpesh. Ai të shikonte në sy dhe të thoshte mirëmëngjes, sikur të njihte prej shumë vitesh. Herën e parë që erdhi tek shtëpia jon ishte për faturën e rrymës. Burri im doli jashtë, e mori letrën, ma dha mua në dorë dhe më tha: "Shiko sa ka ardhur këtë muaj." Dhe postieri, i cili akoma po qëndronte aty tek pragu i derës, me pa, bosjesh i lehtë dhe iku. Ditët kaluan, dhe ai fillonte të vinte më shpesh. Gjithmonë me ndonjë letër, ndonjë njoftim, ndonjë faturë, ndërsa burri im gjithmonë më jepte mua letrat që t'i lexoja, sepse siç ju thash, ai nuk dinte. Burri nuk dyshonte për asgjë, ndërsa një ditë, mes fleteve që postieri mi dha, gjeta edhe një cop letre tjetër shumë të vogël, të palosur ndryshe, ku shkruhej vetëm një fjali e thjeshtë. Nesër pasdite, tek punishtja, kur dielli bie mbrapa malit. Dhe për një çast më ra letra nga dora. Mendova se ishte gabim, se nuk ishte për mua, por për brenda e dija që për mua ishte. Unë kisha një punishte të vogël, rroba qepsie në obor. Qepja rroba për gratë e fshatit. Xhaketa, bëja ndresje dhe nuk ishte ndonjë gjë e madhe, por ishte arsye për të qenë vetëm ndonjëherë.
Të nesërmen pas dite, ai erdhi kinse për të qepur uniformën e punës. Tha se i ishte shqepur tek shpatulla, dhe unë e mora, e ula në karrige, dhe për një cop herë nuk folem. Vetëm zhurma e gjilperës dhe frymarrja jon dëgjohej. Nuk u tha asgjë e keqe, e nuk u tha asgjë e ndaluar. Bisedonim vetëm për jetën tonë, po njiheshim me tepër për rrugët që na kishin sjell aty në atë fshat, e për kohën që iken pa e kuptuar. Postieri kur iku, me la përsëri një cop letër të vogël me orë dhe datë. Kështu filloi gjithçka, me letrat e vogla që burri im nuk i kuptonte, me vizita që dukeshin normale, e me uniforma që shqepeshin shpesh, me fatura që vinin më shpesh se zakonisht. Kur ai donte të vinte fshehurazi, ai nuk e ndiste motorin, e thikte larg shtëpisë dhe shtynte me dorë që të mos dëgjohej zhurma e motorit. Unë e shihja nga dritarja e vogël, dhe zemra më rrihte si të isha 25 vjeçe, edhe pse kisha mosh goxhat e shtyer dhe kisha thinja në flok. Takimet tona ishin të thjeshta, ndonjë çaj, disa fjalë, ndonjë letër e re, e ndonjë shikim që zgjaste pak më shumë. Asgjë që të linte gjurmë, por gjithçka që më linte vetëm mendime të largëta. Njëherë burri im ishte ulur afër, dhe postieri erdhi me motor. U tremba, por ai u soll sikur asgjë nuk kishte ndodhur. I foli burrit tim për rrugët e prishura të fshatit ton, për punën e tij, ndërsa unë e pash sa i qet ishte, ndërsa fliste e mua më shkelte syrin, sikur nuk mbante asnjë sekret. Javët kalonin, letrat vazhdonin, takimet po ashtu, por gjithmonë deri në kufirin e lejuar, e gjithmonë me frikë, por edhe me një ndjenjë që nuk e kisha njohur kur më parë. Një ndjenjë që nuk kërkonte vepra, por fjalë, vëmendje e respekt. Një ditë në punishte, ai më tha që do ta transferonin në një vend tjetër, se ndoshta nuk do të vinte më në fshatin ton. Dhe për herë të parë, pash se si diçka mu shtrëngua në krahëror. Jo nga frika, por nga mendimi se diçka po mbaronte. Një pik loti me ra, sepse e dija që do me mungonte. Ndërsa ai më ngushëlloi dhe më tha: "O sot o kur, le të mbes një kujtim." "Përse s'me ke thënë me përpara?" I thash unë. "Edhe unë do kisha qenë i të njëjtit mendim," i thoja. "Me mirë vonë se kur," tha postieri. Unë u bëra gati, ndeza maqinën për qepjen e rrobave, që të bënte zhurmë kot, që të ndjehej sikur po punoja, dhe fillova punën. Herë shikoja postierin, e herë shikoja nga dritarja, sepse nga zhurma e maqinës nuk ndjeheshin hapat. Punuam derisa, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.